Rita Ndoci dhe do t'jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt për të njohur me të reja dhe zhvillimet më të fundit. Do të nisim në këtë çaste me një ngjarje kriminale që ka ndodhur mëngjesin e ditës së sotme në fshatin Vidish të bashkisë së Pogradecit, bëhet fjalë të Roskovecit ndjes, bëhet fjalë për një shtetas identifikuar si Refik Buzi, që ka hyrë i armatosur në banesën e ish të fejuares së tij. Ai ka qelluar me armëzjarri duke lënë të vdekur ish vjerrin e tij Kosta Plaka, 58 vjeç, dhe ka plagosur bashkëshorten e tij Belere Plaka, 55 vjeç, e cila aktualisht ndodhet në spitalin e Firit, ndërsa pas masakrës ai ka marrë peng ish të fejuaren e tij Rosalinda Plaka dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Deri tani bëhet me dije se është lokalizuar autori, por që vjon ta mbaj peng ish të fejuaren dhe policia ende nuk e ka arrestuar personin në fjalë. Sipas banorëve të zonës, Refik Buzi dhe Reja kishin qenë të fejuar, por marrëdhënia e tyre ishte ndërprer kohë më parë. Dyshohet se motivi i krimit lidhet me konfliktet e krijuara pas prishjes së fejesës, megjithëse hetimet janë ende në fazën paraprake, ku forcat shumëta policie, grupi hetimor dhe ekspertët e kriminalistikës kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes, ndërsa pritet një njoftim zyrtar me detaje të mëtejshme. Ndërkohë, Refik Buzi njihet si njeri problematik në Fier dhe në Angli, teksa të afërmit e familjes Plaka janë shprehur të tronditur nga kjo ngjarje e rëndë. Është kjo fotoja e autorit të ngjarjes së Refik Buzi, i cili kishte qenë i fejuar më herët me Rosalinda Plaka, vajza e Belere dhe Kosta Plakut. Ky fundit ka mbetur i vdekur sipas kësaj ngjarje tronditse ku Refik Buzi pra është futur në ambientet e banesës së familjes Plaka, duke kryer një masakër të vërtetë, duke lënë të vdekur kryefamiljarin, duke plagosur bashkëshorten dhe duke marrë peng vajzën e familjes. Lidhem me njëherë në këtë çaste me kolegun Xhemil Behara, i cili do të na jap detaje më të hollësishme. Xhemil, mirëmëngjes, përshëndes. Eneta të përshëndes nga Roskoveci, ndodhem vetëm pak metra larg banesës ku ka ndodhur ngjarja këtë mëngjes të sotëm. Prishja e një fejese është shkaktarja e tragjedisë ditës së sotme në familjen e Kosta Plakës në fshatin Vidish të bashkisë së Roskovecit. Në orën 5:30 të mëngjesit të sotëm, Refik Buzi, siç njihet me dokumenta, ndërkohë që bashkëtarët e njohin me emrin Nertil Buzi, ka hyrë në banesën e Kosta Plakës dhe direkt pas një debati shkëmbim fjalësh me njëri tjetrin ka qelluar me çifte duke e lënë të vdekur në vend 58 vjeçarin Kosta Plaka. Më pas ai ka qelluar drejt ish vjerës së tij, Beleres, 55 vjeçe, dhe më pas ka marrë Rosalindën, 28 vjeçe, ish e fejuara e tij dhe ka nikur në drejtim të paditur për në momentet kur ka ndodhur ngjarja. Me njëra aty kanë ardhur të afërm të Kosta Plakës, një prit të vëllezrit, pasi në fshat dihet që shtëpitë ndodhen pranë fise, vllazëri, e kanë marrë dhe është njoftuar policia, është njoftuar ambulanca, e cila ka mbritur me një në vendin e ngjarjes, ka marrë Beleren, e ka dërguar në urgjencën e spitalit rajonal të Fierit, ku po i jepet ndihma e parë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e ngjarjes ka mbritur forca të shumta të policisë, ekspertë të kriminalistikës, të cilët kanë dhënë përfundimisht se shtetasi 58 vjeçar Kosta Plaka ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes pas plagëve të marra nga arma e gjaut çifte. Burime informacioni dhe të afërm të viktimës pohojnë se Nertil Buzi ose Refik Buzi ka qenë njeri tepër problematik në fshat. Ai ka qenë disa herë me masë sigurie, disa herë është dënuar dhe ka dalë, domethënë ja ka hedhur paq, pa u dënuar nga drejtësia shqiptare. Familjarët e viktimës hedhin akuza ndaj policisë dhe drejtësisë shqiptare, e cila shumë herë e ka vënë në pranga, por asnjëherë nuk ka marrë dënimin e merituar. Vajza e tyre, Rosalinda, ishte me urdhërmbrojtje dhe shkak për prishjen e martesës ka qenë sjellja e tij dhe ngjarjet e tij kriminale që ka patur. Të qëndrojmë pak këtu, Xhemil. Pra, vajza ishte me urdhërmbrojtje dhe autori ka arritur të dëpërtojnë banesën e familjes Plaka dhe të kryej këtë masakër, ndonë se ka patur një urdhërmbrojtje për ta, apo jo? Po, ka se patur një urdhërmbrojtje. kjo i bie që tashmë është mungesë e vigjilencës së institucioneve dhe policisë, apo jo? Atë po pohoja edhe unë që e bile familjarët ishin njoftuar, kishin marrë vesh që ky kishte dalë,
sepse kishe qenë dhe me urdhër mbrojtje, i kishe thënë familjarëve që të keni kujdes sepse ai mund të bëjë dhe në ndonjë hata, mund të bëjë edhe në ndonjë vrasje, keni kujdes, ruhuni. Gjithsesi, çdo gjë ndodhi. Ata akuzojnë drejtësinë dhe policinë, e cila e ka vënë disa herë në pranga, por asnjë drejtësia shqiptare nuk i ka dhënë dënimin e merituar, por e ka nxjerr pra jashtë duke mos e dënuar atë. Dhe pikërisht ndodhi kjo që ndodhi. Ai njihet si njeri që mashtrohet në Angli dhe ka marrë borxhe, duke mashtruar shqiptarët andej. Bile një rast më parë rreth 10 apo 12 vjetësh, ka patur një rast ku i tha vllajt të tij nga Anglia që më kanë marrë peng për pasi më kërkojnë X shumë pound, disa mijëra pound, dhe vllai i tij i tremur se mos i minin peng apo e vrisin, u strehuat disa të afërmit e tij në peshçan të madh, një ngjarje që unë e kam ndjekur dhe nga afër në ato kohë. Pra gjithsesi është një situatë ku dhe policia e shbën në ndjekje, në ndjekje të autorit, tonë që e kanë identifikuar, e kanë rrethuar, por si? E ka liruar vajzën. Më thonë, burimet e fundit më thonë që autori e ka liruar vajzën, pra të fejuarën, 20 vjeçare Rosalinda Plaka, e cila ishte një frikë nga ana policisë sepse nga trysnia edhe mund të vriste veten dhe vajzën që ka marrë peng, por fatmirësisht e pas ka liruar vajzën. Pra këto janë burimet më të fundit rreth ngjarjes. Autori ka qenë problematik si në Shqipëri ashtu dhe në Angli, një fej si i tillë ka qenë një dashuri e fortë midis vajzës edhe djalit, po për shkak të ngjarjeve dhe të situatave si dhe rrethanave problematike që ai ka patur, prindët e vajzës e kanë prishur fejesën, çka ai nuk ka rënë dakord dhe vendosi mëngjesin e sotëm që të vinte për të marrë vajzën, por kur ka hasur në rezistencën e ish vjerit dhe të vjerës, ka qelluar mbi vjerin duke lënë të vdekur në vend, ka plagosur vjerën, ka marrë vajzën dhe ka nikur. Fatmirësisht, nuk ka ndodhur dhe tragjedia më e madhe që të vriste veten apo dhe ish të fejuarën, po e pas ka liruar të fejuar, siç thon burimet e fundit. E qartë. Dim diçka konkretisht, Xhamil, për vendin ku është lokalizuar autori dhe ishte fejuara, pra ku ka arritur policia që t'i identifikojë dhe si është bërë mundur lirimi i saj? E di që janë informacione që kanë mbërritur së fundmi, por me aq sa kemi. Nuk mund të them me saktësi se më falni ku është vendi që e kanë rrethuar, për shkak se jam në lidhje direkte dhe nuk mund të kem komunikim me burimet e informacionit. E qartë. Mirë, Xhamil, unë do të lë edhe kohë që të marrësh më shumë detaje dhe informacione dhe do të rilidhemi sërish së bashku, ndërkohë që vijojmë në këtë momente të jemi edhe me pamje nga vendi i ngjarjes. Falenderoj shumë paraprakisht, sapo të kesh të tjera detaje, të lutem Xhamil na komuniko sërish, pasi është një ngjarje të cilën ne duhet ta mbulojmë dhe duhet ta bëjmë transparente edhe për publikun. Sigurisht që do ta mbulojmë ngjarjen pasi është një ngjarje tepër e rëndë me ndjesi prekse edhe për gjithë komunitetin pranë fshatin Vidisht, bashkisë së Roskovecit. Të falenderoj, Xhamil. Atëherë, mbetemi sërish me pamjet, bëhet fjalë pikërisht për Refik Buzin, i cili është futur në banesën e ish të fejuares së tij, Rosalinda Plaku, dhe ka kryer një masakër në ambientet e brendshme të kësaj banese, duke vrarë kryefamiljarin dhe bashkëshorten, e cila ka mbetur e plagosur, ndërsa e fejuara e tij, Rosalina Plaka, me sa duket është marrë peng nga Refik Buzi, i cili e ka lejuar që të largohet pak minuta më herët, më raporton. Po, në këtë çast do shkoj edhe një herë me kolegun Xhamil Behare, i cili do të na jap duket një tjetër detaj. Po Xhamil, më dëgjon? Të dëgjoj informacionet e fundit më thonë se lokalizimi i tij është bërë në fshatin Mbërs, pra rreth 5 kilometra larg vendit të ngjarjes ku jemi ne, janë fshatra të thella në zonën e Roskovecit, është rreth 5 kilometra nga vendi ku ndodhem unë, në periferi të fshatit Mbërs, i strehuar diku në ato rrethinat shkurrët atje, është bërë në kontakt nëpërmjet mjeteve speciale që përdor policia e shtetit, për të lokalizuar në bazë të telefonit që ka patur vajza, telefonit që ka patur dhe vetë autori i ngjarjes, është bërë lokalizimi dhe është bërë dhe ai ka lënë të lirë vajzën dhe po arrim po policia do më thënë që është drejt arrestimit dhe për ta sjellë
Pra, lokalizimi ti është bërë në një ambient hapur, Xhemil, jo një banesë konkretisht apo jo? Jo banesë në ambient hapur në fshatin Bers. Dim diçka konkrete pra, ti përmonte paksa celularet, aparatet celulare kanë çuar në lokalizimin e autorit dhe vajzës e cila ishte e marrë peng. Kemi informacione nëse po. Tani, duke ju referuar burimeve të informacionit dhe mjeteve speciale të përgjimit që ka policia e shtetit, pasi vajti nga ora 5:30 mëngjesit dhe po shkojmë janë gati 4 orë e gjysmë nga zhvillimi i ngjarjes, ka arritur policia që të gjej numrin e telefonit dhe të arrijë nëpërmjet metodave speciale të përgjimit të bëj lokalizimin e celularëve, kanë ngushtuar rrethimin. Është ajo që thash pak më parë që kishin rënë në gjurmë, ishin në një unaz rrethimi, por ka arritur duke parë se nuk mund t'i shpëtoj dot të policisë, ka lënë të lirë vajzën, çka është dhe më kryesorja që nuk ka ndodhur tragjedi tjetër që mund të vriste veten apo edhe vajzën, pra e ka lënë të lirë atë dhe është lokalizuar, është rrethuar nga policia. Shumë e qartë. Mirë, Xhemil, falenderoj shumë për gjitha këto informacione, sapo të kemi të tjera detaje do të komunikojmë sërish. Faleminderit juve, sigurisht. Atëherë, një ngjarje që ka tronditur mëngjesin e sotëm të gjithë qytetin e Roskovecit, bëhet fjalë për Refik Buzin, i cili ka hyrë në banesën e ish të fejuares së tij në familjen Plaka, ku ka ekzekutuar me armëzjarri kryefamiljarin, pra babain e ishte fejuares, Kosta Plaka, 58 vjeç dhe ka plagosur bashkëshorten e tij Belere Plaka, 55 vjeçe, e cila aktualisht ndodhet në spitalin e Firit, ndërsa vajzën e kësaj familje, pra ishte fejuar në tij, e ka marrë peng prej më shumë se 4 orësh. Policia ka arritur të lokalizojë autorin dhe vajzën e marrë peng, ndërsa bëhet me dije se pak çaste më herët, pra vetëm para pak minutash pas lokalizimit që është bërë edhe nga ana e policisë nëpërmjet aparateve celulare që kishin me vete si autori ashtu edhe e marra peng, bëhet me dije se ai e ka lëshuar pra vajzën duke e liruar dhe bëhet me dije që është në gjendje të mirë shëndetësore, por në vijim do të kemi më shumë detaje. Raportohet se nuk e ka patur një banesë konkretisht, ndoshta kjo mund të ketë ndihmuar disi edhe qartësimin e kësaj situate dhe fakti që nuk ka qenë brenda një banese mund të shmangej edhe një tjetër konflikt akoma më i rëndë mes autorit dhe vajzës që është në këtë rast ish e fejuara e Rafik Buzit, pra Rosalinda Plaka. Momentet të jashtëzakonshme kanë përshtypjen orë të frikshme të vajzës Rosalinda Plaka. Kanë qenë 4 orë e cila ajo ka kaluar pikërisht me autorin e vrasjes së babait të saj. Ish i fejuari ka kryer një masakër në banesën e Rosalinda Plakës, duke i vrarë babain, duke i plagosur nënën dhe më pas duke e marrë peng për më shumë se 4 orë. Shpresojmë që policia dhe bluzat e bardha të jenë duke bërë punën në këtë çaste edhe në raport me gjendjen shëndetësore të vajzës Rosalinda Plaka, e cila e tronditur nga vdekja e babait dhe plagosja e nënës është për më shumë se 4 orësh në presionin psikologjik të jashtëzakonshëm të një personi i cili ishte me rrezikshmëri, le të themi, duke kishte edhe më herët precedent më parshëm penal dhe vajza kishte urdhër mbrojtje. Pra, në këtë rast flasim për dështimin e plotë të institucioneve dhe të policisë së shtetit. Një ngjarje e cila ishte e paralajmëruar. Familja kishte dieni për daljen nga burgu të personit në fjalë, për Rafik Buzit, ndonse kjo familje ishte e pajisur me urdhër mbrojtje. Ditën e sotme ka patur një masakër në familjen Plaka, ku Refik Buzi është futur në ambientet e brendshme të shtëpisë rreth orës 5 të mëngjesit të ditës së sotme, duke lënë kështu të vdekur kryefamiljarin dhe duke plagosur bashkëshorten e tij dhe duke marrë peng vajzën Rosalinda Plaka, e cila është ish e fejuara e tij. Gjithë kjo ngjarje vjen si pasojë e një fejese të prishur mes Rosalinda Plakës dhe Refik Buzit, një shtetas i cili kishte probleme edhe në Britaninë e Madhe. Raportohet për një person i cili kishte më herët precedent më parshëm penal dhe ishte një ngjarje e paralajmëruar. Në këto momente ne do të ndjekim pak edhe reagimet e banorëve dhe të afërmëve të familjes Plak.
Kush e pa i pari për atë që kishte ndodhur? Vetëm zhurëm dhe bërtishin brenda. Nuk vadin qikonin brenda, se nuk vinim dot ne s'kishim armë. Ku do vinim me atia? Ai thoshte hadni se do vrasë gjithë. Hadni të vrasë gjithë. Unë ku do vijem? Me policia ka armë bas 1 orë. E ka marrë çunin, ta tregoj çunin edhe se kur mori policin. Se unë mira ishte zën. Pra ju e pat autorin që ishte armatosur dhe vazhdonte të kërcënonte. Dhe doli përse nga mbrapa shtëpisë një ditare që qenë makina më tanë ndë janë të vend tjetër makina. E mori dhe çupun ai iku. Vajza qëndronte këtu? Po tu qëndronte. Këtu. Çfarë? Pavarësisht se kishin vitet fejuar, kishin probleme? Kishin probleme 3 herë, është arrestuar shfutur brenda dhe 3 herë ka dalë. Ushtronte dhunë, kërcënonte çfarë? Po, ai vadi në Tiranë para ca muajsh me armë, gjoja ishte lodër, ishte kështu e morën futur brenda 1 muaj, mbas 1 muaj e nduan prapë. Këtu ishte me rreth shtëpie, se gjithmonë kërcënonte. Ata nuk u fut brenda, nuk e di se si janë gjëra, po nuk e di. Se kërcënonte, çfarë donte nga vajza? Do vishtu tek unë pa mua ti nuk e vend do djetën se ai, unë do të vras gjithë vetë, do të bëj kështu shantazhe që ka bërë, kanë qenë para shikuar këtë, do të shantazhe. Ishte një vrasje paramenduar. Ishte po bën kohë kjo. Kur e pat situatën atje, po u vajta brenda, vaj shtria atje, nata atje. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot këtu në Vjedhish. Si ndodhi ngjarja, në çfarë ore dhe çfarë konkretisht ka ndodhur? Djeva krismën orën 5 mëngjesit ishim gjumë gjithë dhe krismën e parë u çova në gjumë dhe dola direkt në balkon në katin e dytë dhe pas që më krijosh zhurmë në shtëpi Xhaxhaj. Pas e djeva krismën e dytë, prava kishte zhurmë, bie policia sa hapte telefonin, ngrihesh as policia asgjë. Kjo ngjarje është, do të është e paralajmëruar disa herë, dhe është kapur disa herë ky person. Në fjalë edhe policia ka prokuroria nxjerr, urdhëron sot është një ngjarje e rëndë. Viktima si quhet? Viktima Kosta Plaka. Sa vjeç është? 55, 57 vjeç. Atëherë çfarë bëhet? Xhaxhaj është në spital, ne nuk e dimë se si është gjendja, ka rrëmbyrë dhe çupën. Vajza sa vjeç është? Vajza është 23, 24. Ata kanë qenë të divorcuar? Jo, ka pasur gjë. Atëherë jeni ndjenit konflikteve të tyre, pse kanë ndodhur? Kanë ndodhur konflikte, kanë qenë ndjeni, kanë qenë paralajmëruar për punën e vajzës. Çfarë problemi kishte vajza? Po probleme si çift, kanë qenë, diku kanë qenë lidhur, e ndarë, kjo situatë sot. Atëherë gjitha është për ndarjen e vajzës? Kjo është lajmëruar kushte disa herë, ka qenë edhe me kërcënime, ka ardhur, ka kërcënuar edhe në Tiranë vajzën duke punuar atje. Ka kërcënuar me armë, e ka marrë policia, e ka nxjerr pas 1 muaji. Si ka emrin autori? Nuk e di emrin autorin, autorin nuk se pash, por në 100% është ky person, Mirtil Buzi. Pra dyshohet që është bashkëshorti, apo ish bashkëshort? Pra ishin të ndarë? Ishin fejuar. Se e ka marrë, se ku e ka çuar, se dim. Si sillej më parë me ato? Ka qenë njëri dhunshëm? Ku ti që unë bëj dhunshëm, ka qenë ai që e ka marrë atë e donte për nuse, se di. Ata kanë bashkëtuar për disa kohë apo jo? Po. Para digjem se sa vite ishin, por Kishin kohë të ndarë? Kishin, po, kishin të ndarë. Atëre Mirtili ka dhunuar edhe herë të tjera vajzën dhe për këtë punë ka shkuar në polici. Po. Edhe në Tiranë kishte dalë me pistolet atje. Vajta ata. Po, studente për firmjere. Cili ishte? Nuk është dënuar asnjëherë për këtë vepra? Ndajti ca kohë në burg. Pastaj arrest shtëpie. Ai arrest shtëpie dilte gjithnjë. Se stilte. Ata janë këtu në një vlagje? Jo, është çik më larg. Pra banor të fshati, po ndërmjet familjeve, kush ka qenë raporti? Shkonin ato, kishin ndonjë kështu familje me një. Pra pse nuk e pranoi familja lidhjen e tyre, se kështu po thuhet? Ku të gjë, se di, këto se di. Nuk e di, se di. Unë e kam kunat. Vajza, ndi e friksuar? Po, gjithnjë me kërcënime ka qenë. Gjithnjë.
Se është herë e parë që ka qenë. Po me kërcënime ka qenë. Gjithnjë. Kështu. Atëherë me raku më i madh për ju tani është vajza e cila ndodhet ende në duart e tij. Po. Keni një thirrje për policinë, për shtetin? Sa më shpejt ta kapim. Që na sjellim vajzën. Familjar kanë folur me vajzën, e ka marrë në telefon tani që e mori? Kush ta marri? Kush është ai familjar ta marrin ata dy? Një apo një saj, që gjatë të e hau. Se di, nuk e di. E pristin këto veprim ekstrem të tij? Ja. Se thonë që ka patur urdhën mbrojtjen përpara apo Po urdhën mbrojtje e kishte, po jo të besh deri në këtë pikë që të vriste familjarët. Nuk ka pranuar familja. Dhe ka qenë dhe i arrest shtëpie dhe zotëria që e bëre të aktin. Është dënuar dhe herë tjetër për këtë vepër. Po, ka pasur problem. Pasur. ku ka shpina ai? Afër me këta? Jo, janë më lartë dhe. Është më lart. Lartë. Një vjen si problematik, ishte në vendri? Ka pas problemet e tij edhe ai. Prandaj nuk ka dashur. Në Angli Nuk e di, nuk jam të ligj për ta, nuk jam. Sa kohë kishin? Nuk e di, mos. Kjo është një ngjarje e rëndë, si ndjeni? Shumë keq. Ta nuk është e lehtë. Do të se mori të çupën ai, e di. Atëherë gocën e ka E marrë kam marrë me vetë gocën. sa vjeç është vajza? Nuk e di. Është kam fjalën është adoleshente apo e rritur? Po rritur ata? Ky vetë sa vjeç është? Nuk e di. Mos. Po pse ja. Ishte në arrest shtëpie. Ishte në arrest shtëpie ky. Bërë denoncim nga Është bërë nga familja. Ishte një ngjarje shumë e rëndë kjo, raportuar nga familjarët dhe fëmijë të familjes Plaka. Bëhet me dije tashmë që detajet e reja të cilat janë zbuluar së fundmi raportojnë se personi që është autor i kësaj ngjarje, pra Refik Buzi, ishte në arrest shtëpia. E ka thyer arrestin e shtëpisë dhe ka shkuar në një familje e cila ishte pajisur me urdhër mbrojtje, duke vrarë kryefamiljarin dhe duke plagosur bashkëshorten e tij dhe duke marrë peng vajzën e kësaj familje që është ish e fejuara e tij. Në gjendje të rëndë psikologjike pa diskutim, pasi ka parë babain të vdekur dhe nënën e plagosur, vajza është nxjerrë me forcë nga shtëpia nga ish i fejuar i saj Refik Buzi dhe është dërguar dhe është mbajtur peng prej më shumë se 4 orësh në një zonë të një fshati aty pranë, por që për më shumë detaj do ta kem edhe një herë kolegun Xhemil Behari dhe do të na raportojë tashmë në lidhje me mënyrën e lirimit të vajzës. Xhemil, çfarë detajesh ke arritur të mësosh? Atë Neta të përshëndes përsëri nga fshati Vidhisht i Bashkisë së Roskovecit, pas konfirmimit që policia arriti të gjejë vendndodhjen e autorit të ngjarjes në fshatin Bers, që është në fshatrat e fundit të Bashkisë së Roskovecit dhe lidhet me bashkinë që merr zona e Dimali, pra me Cukalatin, midis fshatit Cukalat edhe Mbers, në ato kodra, ka arritur që të identifikojë vendndodhjen. Pas negociatave të shumta që ka bërë drejtoria e policisë, forcat e shumta të policisë, të cilat po marrin pjesë në këtë operacion me autoblinda, me automjetet e tjera, ndërkohë që po kërkohet dhe një helikopter që të vi për të vëzhguar nga lart situatën dhe për të kryer arrestimin, se ende nuk është arrestuar. Burimet zyrtare të drejtorisë policisë vendore të Fieit më thonë se pas negociatave të shumta arritën që ta bindin autorin e ngjarjes që ta liroj vajzën, që mos të rëndoj veprën penale, pra veprat penale që ai ka kryer, ka arritur që ta liroj ish të dashurën e tij, ndërkohë që policia në këto momente është duke negociuar me autorin e ngjarjes që ai të vetë dorëzohet. Të paktën këto janë të dhënat më të fundit rreth kësaj ngjarje të rëndë që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në orën 5:30 në fshatin Vidhisht të Bashkisë së Roskovecit. E qartë. Dim diçka në lidhje me gjendjen shëndetësore të vajzës, ka arritur policia që ta marrë, ta shoqërojë tashmë në ambientet e spitalit, pra ku ndodhet vajza? Atë burimet e informacionit më thonë se vajza pasi ka arritur që ta shpëtojnë nga rrëmbyesi, nga ishi dashuri e saj, po merret në pyetje nga grupi i ekspertëve të policisë për të dëshmuar rreth ngjarjes dhe
Më pas do dërgohet në spitalin rajonal të Fierit për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore gjatë tronditjes, si ka pësuar nga kjo ngjarje e rëndë që ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Ndërsa ende forcat e policisë janë duke negociuar me autorin e ngjarjes, të paktën kështu më thon burimet të besueshme të informacionit brenda drejtorisë policisë vendore të Fierit, që janë në negociata, pra nuk është e vërtet që është arrestuar. Thjesht është identifikuar se ku ndodhet dhe janë në negociata për ta bindur që ai të vetë dorëzohet. E qartë. Kanë qenë edhe familjarët e Refit Buzit, të cilët kanë ndërhyrë tashmë për të dhënë një ndihmë ndoshta policisë për të bashkëpunuar për lirimin e vajzës, si kemi arritur deri në pikën që ai ka liruar vajzën në kushtet që ka kryer një vrasje dhe një plagosje disa orë më parë, dhe kemi të bëjmë me një person i cili është me rrezikshmëri dhe patjetër kam përshtypjen mund të jetë edhe në gjendje të rënduar psikologjike, se po të jetë në kushte normale nuk do kishte vepruar në këtë lloj forme. Atëherë unë të poja faktin se në bazë të përvojës disa vjeçare që kam në rastet të tilla në ngjarje tepër të rënda, gjithmonë negociatorë kanë qenë edhe pjesë e negociatave kanë qenë dhe të afërm familjar. Aty edhe shok të autorëve apo autorit të ngjarjes. Gjithmonë njerëzit e besuar, njerëzit e ngushtë që ai ka patur marrëdhënie të mira, bashkëpunojnë me policinë me qëllim për ta bindur autorin apo autorët e ngjarjes për të qenë sa më të saktë dhe mos e shkaktojnë dhe mos rëndojnë veten e tyre me krimet që kanë bërë. Pikërisht edhe në këtë rast ka qenë familjarët të cilët kanë bashkëpunuar me policinë, ka qenë pranë tyre, ka qenë fizikisht pranë bashkëpunëtor me ekipin që po ndjek punimet nga afër, të cilët kanë kontaktuar nëpërmjet telefonit me njeriu e tyre për ta bindur që mos të rëndoj veten e tij më tepër se ç'duhet, por të vetë dorëzohet pa shkaktuar ngjarje të tjera, siç ishte rasti i lirimit që la të lirë ishte fejuarën e tij, po qoftë tani që po mundohen për ta bindur që ai të vetë dorëzohet, mos të kryej, mos të rëndoj veten e tij me vepra penale që ndoshta mund të arrijë edhe në vetvrasje. Pra çdo gjë mund të bëj vaki.